Mirëmëngjes, jemi rikthyer në studio dhe jemi me Joklin Dika, nxënëse, por dhe modele shumë me sukses. Më është vetëm 13 vjeç, por i ka pushtuar pasarelat ndërkombëtarisht. E thash bukur kolektë? E ke thënë, nuk e ke iden sa bukur e ke thënë. Joklin, mirëmëngjes. Emrin e ke të veçantë shumë, është një bashkim shkronjash. Mami ma ka vënë këtë për nderit një albanologu austriak, Norbert Joklin, që thonte që Dardania dhe Shqipëria janë një kombi vërtet. Ua, sa gjë e bukur. Është i famshëm. Jokli e kaj. Jokli apo Joklin? Joklin. Joklin, Shumë njerëz ma ngatrojnë. Me kam bashkë në ngatrojnë. Po mirë, këtu jemi për të folur për modën, ky pasioni për të marrë pjesë në për kompeticione ndryshme të bukurisë në rast të parë, por dhe në për pasarelat të modës, ka lindur, ti e vogël je, po ma do mendja që një moshë fare të vogël. Po, faktikisht e gjithë karriera ime ka nisur që në moshën 3 vjeçare. Në televizor shija shumë vajza që kërcenin dhe modelonin, dhe prindërit më regjistruan në një kurs kërcimi. Më pas mami filloi të më postonte në social media dhe aty më spikati dhe producenti Albana Çakshiri, që me atë kam kaluar një pjesë shumë të madhe të jetës time sepse më ka pikasur talentin e modelingut. Okej. Dhe ke marrë pjesë në pasarela shumë njohura, si në Milano Fashion Week, në Paris Fashion Week, në Venecia Fashion Week, dhe madhomendja është një rrugë shumë e gjatë për të ndjekur që të shkosh deri në këtë pasarela që vinë ftesa që ti t'je jesh. Vetëm e gjatë, për shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Shumë e lodhë. Po. Si ja ke dalë të shkosh këtu? Të kanë ardhur ftesat të posaçme, apo ke konkuruar, je lidhur me ndonjë kompani mode, si ka qenë ky rrugtim yt? Në fillim kam konkuruar në Miss dhe Mr. Children Albania, ku u vlerësova me çmimin Miss Television dhe Best Dancer. Nga aty pastaj më erdhi ftesa e parë për në Antalya, që ishte eventi Golden Star Kids. Dhe nga aty filluan të merja sa më shumë çmime më të mira dhe më pas më vishin shumë të ftesa. Okej, dhe në Milan Fashion Week, madhomendja ke parë shumë brendet njohura, modelet njohura. Kanë qenë brendet veshjesh për fëmijë? Për fëmijë, por kishte shumë grup mosha të ndryshme, kishte edhe për të rritur. Okej, po si ndihesh ti kur je në pasarel mode? Do të thënë çfarë mendon kur ti hyn atë skenë? A shpërqendrohesh nga të ftuar që ke në rresht të parë, apo shpërqendrohesh nga mendimet se si po dukesh, si do ecësh? Se kemi parë dhe raste kur shumë vajza në pasarele dhe mund t'i rrëzuar për syrin e keq. Përpara se të vi në skenë, gjithmonë kam pak një farë emocioni, por sa vi në skenë më ikin të gjitha emocionet dhe shoh drejtit e kamera, por mundohem ndonjëherë që i prindërit ku janë ulur, dhe dua t'i shoh me sy ku janë. Dhe ndjej një farë përgjegjësie kur jam në skenë dhe dua t'i bëj krenar dhe mësuesit dhe prindërit. Ne si spektatorë shumë i sfilatën që në fakt nuk çdon në asnjë moment, ju vajza dini, tregoni veshjet, por për moshën tënde, si është mbas skene? Çfarë ritmi ka? Si koordinohen punët? Si u vijnë veshjet? Po na tregosh pak tani, ne nuk e dim çfarë ndodh në backstage. Mbas skenave janë shumë stilistë. Jemi shumë të rëmushme aty, sepse disa stilistë ikin nga ana tjetër, disa janë gati për të hyrë në skenë, dhe modelet që bëhen gati duke bërë prova, dhe është një rëmujë e vërtet aty dhe ka shumë zhurmë. Ka raste që mund të vonohesh për shembull edhe nuk ja del dot në kohë, ngatron veshjen? Ndodhin disa raste ashtu, sepse mund të ngatrohen veshjet, dhe në moment të fundit kujtohesh që ke veshur gjë në gabuar. Dhe kësa radhe në Milan Fashion Week, ti ke patë fatin që të shohësh dhe takosh? Shumë stilistë ndryshëm në fakt, sepse në Milan Fashion Week bënin pjesë shumë stilistë ndryshëm me veshjet e tyre dhe ndoshta më spikatnin dhe mua. Atë ka ardhur një ftesë tjetër nga ndonjë brand i njohur? Apo do ta lësh surprizë për më vonë? Do ta lësh surprizë për më vonë. Okej, le të marrim këto Fashion Week me radhë. Të marrim dhe të Parisit dhe të Venecias, ku në Venecia ka qenë sfilata jote e fundit për sa i përket javës së modës apo ka qenë në Shqipëri? Në Venecia ishte një photoshooting sepse do të dalë në një revistë ndërkombëtare për fëmijët e talentuar. Po si ja del ti në këtë moshë ti je kaq e famshme? Çfarë përjeton një vajzë e moshës tënde kur ka kaq shumë vëmendje nga revistat, nga këto stilistët? Unë në fakt ndjem shumë e lumtur, por dhe nga ana tjetër pak e emocionuar, sepse nuk e di se si do t'ja dalë për intervista për shembull dhe sot. Sot je shumë mirë, sot je shumë mirë. Ndërkohë dhe në Shqipëri ka 2 vite që po bëhet java e modës, je pjesëmarrëse?
që në edicionin e parë? Pjesëmarrëse ishte në 13 maj dhe ishin shumë vajza të ndryshme nga vende të ndryshme të botës, ku bënin pjesë dhe modelet e Miss Summer World. Dhe mora pak nga ato vajzat dhe më pëlqen shumë. Ishin si shembull i mirë për mua. Okej, mirë. Tani do nisim te garat e bukurisë, në vitin 2011 në Rumani ti ke dalë dyta mes 100 konkurrentëve. Ke marrë çmimin Model of the Universe. Po, second place Model of the Universe. Edhe vendi i dytë, me sa kam kuptuar, unë ishte po aq i rëndësishëm sa vendi i parë. Po, atëherë në Rumani ishin me grup mosha të ndryshme. 7 deri në 12 ishin grup mosha e vogël, dhe 13 deri në 15 ishte grup mosha e madhe për juniors ose për teens. Dhe unë isha pjesë e grup moshës së madhe. Dhe fakti që isha më e vogël aty më bënte një përgjegjësi të dyfisht nga ato vajza, sepse isha më e vogla. Dhe fakti që më vlerësuan me një çmim kaq të madh sa second place, do më thënë që unë kam dhënë më të mirën time atë. Si funksiononte? Duhet të ndryshoje veshjet? Po, ishin në veshje të ndryshme. I zgjidhje ti veshjet apo dhe aty kishe Jo, ne i stilist? zgjidhnin vetë. Aha. Ishte 3 ditë event. Dita e parë ishte për grup moshën e vogël dhe në ditën e parë do të ishte dhe Fashion Week për grup moshën e madhe. Pastaj ditën e dytë ishte për grup moshën pak më të madhe që isha dhe unë pjesë, dhe grup mosha e vogël aty ishte pjesë e Fashion Week. Më pas dhe dita e fundit që ishte finalja. Shumë mirë. Dhe kë kishe prezente aty kur t'u dhatë çmimi? Kush ishte me ty? Kush e shoqëron në gjithë këto evente? Në Besoj gjithë prindrit? evente, faktikisht jo prindrit, por gjyshe flutura, gjyshja nga babi. Ajo se të çonë Po, për të... sepse kur më rriti ftesja për në Antalya, mami ishte në muajin e 9 të shtatzanis. Ti ke motër apo vëlla? Vlla. Vlla, okej, shumë mirë. Dhe që nga aty nëna më ka ardhur nga mbrapa në çdo vend të botës. Sa mirë me të Lani. Prindit i ka shumë të ri dhe nëna duhet të re për vetë. Me siguri. Me shumë siguri. Po ashtu siçka dhe vetë emrin është. Lutur është, po. Jo, Klim, po je kaq e vogël, si ja del që të ndjekësh edhe mësimet, shkollën, të shkosh në për vende ndryshme të botës, në Europë, a nuk është për ty pak e lodhshme, mendon mos të ndalesh për një periudhë kohe, po ta bësh vazhdimisht të lloj? As pak, unë talentin time kam si pasion, por nga ana tjetër i dua shumë dhe mësimet e studioj shumë. Studioj shumë në kohën time të lirë, por edhe kur mungoj nga eventet, sa mbaron eventit duhet të mësoj direkt, e kam përgjegjësi në vetvete, pra është detyra ime parësore. Do më thënë, je mirë me mësime. Po, shumë mirë. Cilat janë lëndët që të pëlqejnë më shumë? Unë të gjitha lëndët i kam shumë qef, por 2 lëndë që më pëlqejnë më shumë janë gjua dhe anglishtja. Mrekulli, dhe më thënë. Pas këtë njëta talente si Fabi, kemi dëgjuar që edhe moderatore, rujo, do të zërën e punës. Ke moderuar në televizion? Po, në shkollë kam dhe diçka tjetër që më pëlqen shumë, sepse jam kryetare e qeverisë të nxënësve tek shkolla ime, dhe fakti që më kanë zgjedhur unanimisht të gjitha mësueset dhe shokët dhe shoqet, ky është një farë vlerësimi që ato më japin mua. Cila e shkolla? Green School. Okej. Në tarmen, do marrësh një profesion tjetër, ndonjë drejtim tjetër në jetë, apo do të vazhdosh modelingun dhe mbase kjo punë mund të të çojë të jetosh edhe jashtë Shqipërisë? Vetëm si e pyet për të ardhmen. Duhet ta kishim Atëherë unë për të ardhmen, Unë kam menduar që 10 vjeç, do bëhem mësuese, po s'u bëra. Ashtu. Dhe ardhmja jote ndryqoj. Që 10 vjeç. Unë kur të rritem dua të bëhem një show girl që t'i kem pak nga të gjithma, nga të gjitha që të bëhem multidimensionale. Nga gjithë me dolem të Elbasani. Sepse dua të jem me talentin tim të modelingut, të kërcimit, moderimit dhe pak nga hobi im i aktrimit. Por dua gjithashtu që të vazhdoj për mjekësi, se dua të bëhem doktoresh zemre. Doktoresh zemre. Uroj tolli kjo e dytë. Faleminderit. Falenderojmë shumë. Të urojmë gjithë mirat e kësaj bote dhe paq fatin më të bardhë të mundshëm. Në një sfilat kemi tani afër? Apo do bësh pushim të verë dhe pastaj të Në çojmë? momentin jam pushim, po me atë gjërat merret mami. Ta lim gocën të kim plasht. Bësh. E pra. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi dhe shumë Pas sukses. pak nga Amerika, Arben Dervishi. Do jetë zgjuar besoj me 3 kafe përpara. Beni nuk flen natën. Okej, Arbeni pas pak.